Tung, Lidra, mirë se erdhe. Si jeni? Shumë knaqësi me të pritë studio. Faleminderit shumë për kohën. Hajde të lutem. Ratohemi tek këndi qëndror këtu për juve. Faleminderit. Si e Lidra? Mirë, super. Pak Prizren. Ta shumë bone, as këndi, as ande. Qështë po i kombinon, sa e vështirë edhe pse duket një rrugë më të letë, se sa dikush që vjen prej Gjiljanit, për shembo. Qysh, rruga s'është e vështirë hiç përveç kur mbim në për kolona, se për ndryshe deri në Prishtinë mbrim për 45 minuta, ma ndin qytet po metë edhe një orë kësu. Për post trafikut, ta ka diçka tjetër që nuk të pëlqen në Prishtinë, po që ti e gjenë në Prizren. Më falë për pyetjen se... Din qysh, one në momentin që tash më kujtu mu 2-3 arsye më shumë. One Prishtinën e du shumë, se në Prishtinë jom linde, jom rrita. Dhe po ta shkove të fundit që kemi kalu përkohësisht për në Prizren. Një sen që duhet mu lavdu është ajri pastër. E vërtet. E diqysh për shumë sene mungon Prishtinë, e dalme e Prishtinës, jeta e natës e Prishtinës. Sa kemi dalë në këto gjatë shumë kohëve, për në Prizren është pak ma ndryshe. Po plotësohet me atjetrën se Prizreni është plot turist. Ka vizitor shumë, ka dimrit, verës, ka vizitor. Duket sikur nuk je në Kosovë ka njëherë. Jo, ka njëherë, sidomos edhe Doku Festi kur është për shambull, është një me një kinema, që kretë qyteti shëndrotë në një kinema, kështu që e ka lezetin e vetë. Se cili qytet e ka të mira të vita. Po për ajrë, duna me pranu që ato që ajrin e kemi pak e zmat mirë. Tajtohem plotësisht, dhe jo vetëm ajrin, po hajtë talëm si tim për ndonjëherë tjetër, se du me folë ma shumë për ty sot. E thashe edhe shikuzve në prezentim, rruga jote ka nisë me median, komunikimin, po qa ka ndodhë rrugës, nuk e di. Sa e ke shiju, sa të ka flajtë si punë? A din qysh, unë jam prej një gjenerate që nga ka kap kjo koha e pak para luftës, ose koha e luftës, gjatë luftës dhe pas luftës sa jemi këthy në Kosovë. Edhe me pak gjuha angleze, ki mujt me u gjithë. E unë si një 18 vjeqare, pa ta fillu me punu në kohën ditore, punë bazike dishka, dhe fillu në gazetartë me ardhë, dhe janë si situata me u ketësu, edhe me pak anglisht aty një u dashin për këthys për teren, shtu që për neve fmi, atëherë, zatën, në do ke interesant me dojnë me gazetarë të huj, e mande e kemi pa seriositetin e temës që ka ndodhë në kretë vendin. Dhe pre aty të masane kom vendos me studiu gazetari, po edhe pre aty mande kom punu me gazetarë të huj baje gjatë, në për organizata ndërkomtare, kryesisht në për press office kom qenë, deri tash dikur që kom vendos me adhon vetës një pauz për i kësaj këti lojt punës. Pra, është veç një pauz, jo shkëputje e përhershme. Për pa i valla që një 4 vjetë, 5 gati, më ka zgjatë që kjo pauza. Po s'po më pengon drejtë të thoni herë. Edhe pse kom angazhime tjera shumë, po nuk kem ashtu punë zyre. Duke ditë sa shteruse edhe është si profesion, ta kuptoj që është mëse nevojshme ajo pauza me marë frym pak lirëshëm. Pa e ditë që është ashtu në ty s'kam shka me të kalzu se jenë që atë profesion, po në media s'ki pushim. Adi na punën e fundit që e kom pas në press office, na jemi konë zyrja ka punu 7 ditë javës. Edhe na kemi qenë në thire, nëse ke qenë kujdestare mas lartë, ke je dash me mrim për 15 minuta në zyre. Do më thonë, situata ketësor të i aty, tash ajo, po menaj, s'kom shka mu diskutu ajo pjesa. Fakti që ke qenë e re në mosh edhe, po, shërbejo të lutna. Fakti që ke qenë e re në mosh edhe, shtu si rastësisht, ka nisë dashnia ose interesimi ytë për gazetarin, pikrisht në periudën kur the më shdosht me dalë në teren edhe me pa Kosovën në gjendje në vetë matë mjerushme. Sa të ka ndiku Lidra në duke qenë vajzë e re, sa të kanë diku në pikpytjet në kokën tënde, në anën emocionale, ose edhe në formimin e Lydrës që je sot, ajo që e ke pa kështu përsa ofërme. A din qysh, deri sa kem qenë Prishtinë të jetu, edhe kemi kur shef gjana në atër ka qenë gazeta, koha ditore, se në pak televizionis kemi pas, apo kuptan, edhe tash, kur ti shef gjanat prej një mediumi është tjetër, edhe
kur i përjeton vetë, ose tragedit e dikuj i përjeton vetë, ose i shef me sytë e tu, sidomos për një fmi, po do me thonë 18-19 vjeqar, është jo që të formon, po të ndëran, pjek, të rritë. Zatën, unë halaj me ndoj ditlindjet e mi atë 20 ose 21, kur na u dash mu marrë me tema lufta, pas lufta, refugjat, për dirisa dertin matë madhë është dasht me pas si 20 vjeqare që shmu dok që ka me vesh, ku me shku. Apo kuptan, e tash po i shaf generata tash, po thëmë sa lezet qëfar brenga kanë, apo kuptan. E neve tash fatkeqësisht, po e kemi pas qatë fatë. Po mirë që jemi sot këtu, edhe kemi fatin të lirë, me mujtë unë e të që shtu me bisedu. E vërtet. Dhe për pas gazetarisë dhe këti 4 vjeqarëshi, ekskluzivisht, ja dedikove dikuj që po aqë sa njerëzit ka nevoj për ndihmën, sigur njerëzit pra qytetarët për mediat edhe të vërtetën, informimin, veç se ata nuk kanë mundësi të flasin, e kanë gjuhën e tyre. Natyrisht. Sigurisht i kanë format e tyre kur kërkojnë diçka, por edhe janë edhe të harruar në vendin tonë. Po flasim për 4 putrashët. A ke qenë lidhur edhe si më e vogël me kafshët? A ke mbajt ndonjëherë në shpi? Na gjithë kemi pas macë qenë në shpi. Kemi qëllu që krejt antarë të familjes jemi pak a shumë i dojmë shtasë. Edhe sot dhe kësaj dite na krejt kemi qenë në shpia tona. Edhe vogël kemi pas qenë mace, edhe do me thonë që atë përgjithësine kemi fitu, po këtë edhe pri prindve kemi trashëgu. Po kuptonë, edhe që atë dashnine. Po tash njeri tu rritu pjek, mas në një përgjithësit po ndrojnë, për diri sa si fmit, je veç për me lujt me ta, tash po e shoftë që nuk janë vetëm për me lujt me ta, po ka nevoj për ndihmën tonë. Fati që, po thëmë, krahasime para 20 sa vjetë, kemi pas derë të tjera, tash kemi derte që shmi ndihmu edhe me luftu për drejtat qenëve nda cak. Apo më kupton, dalimi është enorm. A ka pas në rast të veçant, kur ty të është ndeza ajo drita e revoltës për me ngrit, me mbrojt edhe me u kujdes për ta? Ka pas në rast shtu specifik, apo si me thonë një historik që ka shqetsu për herë, po vështë se ke gjithë momentin. Kjo ka ndru, ka ndru me kohë, diqysh po evolon, njeri po rritët, po pjek. Edhe të tash prej kohës kur unë ju mundu mi ndihmu një shtazës, tash po mundona me pas një ndikim matë madhë. Po kam qef me ndiku në generatat arshme, në generatat edhe matë vjetra shpesh, që qente nda cak mos mu pa dhe me sytë keq, apo kuptonë që janë pjesë e jona, dhe dyqysh shumica për tyne janë edhe rezultat i sjelljes tonë pëse ata janë sot në rrugë. Apo kuptonë, tash qëllimi jam është që me zvoglu sa ma shumë populatën e qajve nda cak, e cila me dojë mos kontribon edhe në sigurim publike të njerëzve, se na gjithande kemi ankesa që ka shumë qenë, që po friksohen njerës, me arsye, se shumë ka, po friksohen, po sulmohen. Po sulmohen, më dalim pri Prizrenit, Prishtin, shumë ka raste ku sulmohen njerës. Unë e përsa vjetë që jam në Prizren, hala nuk e di, po mëne, unë se di që është raportu një rast i kafshimit në një qytetare pri një qanit. Se ajo ndodhë nuk po mu i miran fije, po unë si prioritet, si qëllim vetës që akom qitë që sa ma shumë qenë me largu pri rrugës, përmes adoptimeve, edhe përmes të kastrimit, sterilizimit, që mu zvoglu populata që e vend të cak. Se këto është metoda ma e mirë. Edhe është ma humane. As shtas nuk mundohen, nuk lindin mu klësh, zvogluot. Numri ka qenë që adoptohen, edhe shumë ma shumë njerës do të njënë të sigurt edhe në rrugë. Së është edhe lezet me dalë, me i pa dhe qaj të të si lafër. As pak. Apo kuptani, të është, po menoj, du të me qenë edhe real, sa do që i dojmë na qendë,
kanë përparësi edhe njerës mundi të sigurt. Aty s'bon me të qenë as ekstremin i knej, as ekstremin a ne. Po mundona me majtë një farë balansi. Ky mision që ja ke vu vetës, në qëfar faze është, ose sa ja ke arrit me ja dalë deri tani? Apo mba në statistik, pra në qëfar numri të qenëve ke menagju deri tash? A do me të kalzu drejt. Adoptim, kastrim, adoptime, se tash unë më me thonë që intenzivisht që mirëna me këtë punë, s'po du me thonë, me këtë mision që ja ku më dojnë vetet, është që 1 vjetë e gjys unë e kam gati gjdo dit. Gati gjdo dit. Po me na kretë kemi obligime, po qëllimi jam ka qenë që me ndiku në njerës që sa ma letë mi akceptu që të shtasë. Se kur po i akcepton të ata edhe po janë ma të butë me ty. Edhe une për këtë kohë e kom vrejt që në aty ku veprojën, njerës kam fillu me qenë edhe po më si marrë kretë vetëm unë e meritat, po është një grupi madh i vullnetarëve në Prizren që punojnë me këtë punë edhe kur i shofi njerë që po silën mire, që po shqenë kafshë, që kafshë po janë ma të buta, edhe ata po i pranojnë. Ma po kuptonë. Para apeli më shpeshi u a bënë qytetarëve, qa me ndonë Lydra që është gabimi kryesor që e bojnë qytetarët në raport me... A dini qysh, s'po dita është se s'po du mu pa kjo se është gabimi të njerës apo gabimi të shtasë. Kjo është një farrethi vicios këtu. Se është edhe edukata, qysh edukohen fëmijët. Qajtë kryesisht nuk i sulmojnë njerës për dirisa nuk njën të kërcnu. E tash, diqysh po munora mi të regu njerëzve që frikën mundohë kanalizoje, vetëm i njëro, kalo, nëse s'mun është mi bodhë mirë, bile mos i bo keqë. Edhe kur të shaj ty si kërcnim, në zatën ti e rëzikon vetën. Dhe qëtë mendësi po munona me ka përcyte njerëz. Për ndryshe që pyte për statistika, unë mu me thonë që për këtë një vjetë të gjys, një numër që muj me thonë është që për adoptime muj me thonë që ka qenë gati 2 vite sukseshme. Kemi arrit me gjithë shtëpi jashtë Kosovës, si që të në bukuroshave që pishit në foto, i kemi qurë rreth 20, kjo është një rast që është shëru zatën për një avë që i shërojmë qajtë në rrugë. Një 27 qenë i kemi qurë jashtë Kosovës. Dhe po menoj për pak njerë sa mirën me këtë punë, është bajegi një farë suksesi, unë po mendoj. 27, po në cilat vende ku jashtë? Gjithë ku në për Evropë. Pri shteteve skandinave, Zvicra, Gjermania, Belgjika, gjithë ka. A ke pas në rast që e lidhë emocionalisht pak më shumë me ndonjërin edhe këtë ndarjen, këtë procesin e ndarjes e ke përjetu pak më, ose mënyrën se si e ke gjetë, diçka që të ka thy zemrën më tepër? A din qysh, si cilin qanë kur e dorëzën, të familja kur virë me marë, të e ki pas prit vogël, ose ke pështu prit në situatës, kretë situata të veçanta, me një anë të dhime, në anën tjetër gëzor, se e din që s'ka me jetu në rrugë. Që kjo është suksesi, po menoj, kretë, se cilë është tazë lidhër. Që kjo është qeni jam për ndrysha. Kjo është dytim. Kjo është kori. Që sa vite? Si ka një 2 vjetë e gjysë, për shifën e këto është një fotografi para dhe pas. Këtu ka qenë një aksidentum në anën e majtë, ka pas një aksident. Edhe shëru, mas shumë mundimeve, e këtu në anën tjetër, shifët sa i kanë dru, që theti parës kanë gjuhë me komuniku. Beso që e shef një shtasë kur është i gjumë tonë edhe kur është i knaqën me atë u kam mëri. Lydra ke pa shumë gjendje të tëne. A e ke pa edhe ndonjë akt ke shtrajtimi të njerëzve ndaj kafshëve? Edhe a ke në situatë në mënyrën se si ke tentu me reagu, ose me dëshmu, ose me faktu? A dini si, dishka është shumë interesante, se shpesh po flasët me njerëzë dhe po më tojnë qajtë në rrugë, unë po koncentrona atë pjesën ku po jetoj. Mu ma tepër më ka ndodhë që qajtë të cilë po janë me pronar, po jetojnë në kushte ma të vështira. Si ka mundësi kjo?
ka mundësi se shumë njerëz të na hala e kanë atë botë kuptim që qeni mirët edhe e lidh me një zinxhir, dikon skaj të borit, edhe len që aty edhe a jeton që ashtu tani jetën. Përderisa qajtë në rrugë, nështë nuk janë sigurt shumë, mirë po janë të lirë, me hangër gjemë se na e furnizojme mbetyrina gjithandej, ka ushqime që lijen, po e po du me thonë që ajo është një sen që po mundona me njerëz me bisedu. Kjo hala më shumë fatkeqësi. Kjo është shumë fatkeqëse se po e marrin qenin si një objekt. A dhe qëfar do shtaze, nuk është në regull të për kënaqësinë tane mja limitu, mja kufizu lirin një shtazës. Tash vonë bile kemi bind, kemi mri me bind një pronart një qenit, që me ka majt me një ambient ekstrem të vogël, arsyet të ndryshme, po e kemi bind që me na e dorëzu neve qenin, edhe na me i gjetë një vend ku aj kome jetu i lirë. E tash po mundona dhe njerëzve me ju thonë, dhe tash po apeloj, që kur të merë një qenë, aj ka me jetu një 14-15 vjetë. Nuk është një lodër, fmit për lypjen, po du qenë. Edhe mandej, njerëz nuk po mujnë me i majtë, edhe është përgjithësit, se ti me shku më pushim, nuk mund është me lonë më shele ato në shpe, du është me a gjetë një vend. Edhe po ju thamë që ka shumë përgjithësi, duhet me majtë sa tjeton, ka është edhe kushtushme, edhe shumë shpesh po ndodhë që kësi vendimet të ngutuna, të familjarë, ose kujna do po sjellin deri të rastet që qajtë po përfundojnë në rrugë. Na kemi shumë qaj racë që i gjejmë rrugëve. Si këta malinoz, për shambull, është një racë malinoze, platë është edhe Prishtina edhe Prizreni. Se adin ata të vojgjil duken shumë të lezetshëm, po kur të rritët, masani është këgja një farë qeni që lypë shumë punë, edhe po lodhë njerës edhe po i lirojnë, kjo masani sjellë që to shumimin e qajve të pak kontrolum, as nuk janë sterilizume, edhe masani janë isë qaj rethi që s'ka të përfundume. Pikrisht koha e pa mjaftueshme mu më ka ndalu deri sa mos me marrë një. Se kom thonë, ma mirë nuk po e marrë, se sa me hynë gjyna me te dhe mos me kujdesi duhet. Qërë unë po të kalzoj drejt, na në shpinë tonë, se kemi motrat kanë qaj, unë kam që na, nëse motra me duhet me shku më pushim, na duhet me organizu, që dikush mu përkujdes për ta, ose duhet me qu dikon. Se janë qenjet gjalla, diqyr s'mun është si me më kap mu me mshelë, në shpel me thonë për shkojnë në ndetit dhe rrim mshelë. Pa hangër, pa kur gjë, s'ka sensa, bë kuptanë. Nuk e bën më pak të përshme se s'është njeri. Jo, nas një aspekt. Po menoj nevojat janë nashta jemi kështu krijesa të ndryshme, po funksionojmë nevojat fiziologjike, ushqim, kreti kemi të njëjta. Di që e keni histori të veçantë me një qenushe të quajtur Liza. Po. Qa është historia e Lizës? Tash, kjo historia me prekshme sarë për qelet tema për Lizën, unë shumë po prekna, se Lizën e kemi rastin e fundit që kemi mri me shpëtu prej rrugës, si krejt tjerat, po për Liza është një qenushe, kjo këto, e kemi gjetë natyrisht në rrugë të goditur prej makinës. Po është qeni i ri, është shumë e lezetshme edhe plot jetë, po fati saj ka qenë që boshtin kurizor, tash këto e në detale që i dina ata që i miren me qaj, nuk e ka pas damtum totalisht që me vendos mu vunë gjumë. Edhe të e pas parasysh që mjekësia veterina, ose veterina në përgjithësi është ma shumë e përparume në vende jashtë Ballkanit, unë me thonë. Për fatin tonë të mirë, kemi hasë në njerës tonë diaspora dhe të ngjafshëm edhe rjetë që kemi kriju gjatë punës tonë, edhe kemi arrit që Lizën me e qu në Zvicër për operim në boshtin kurizor. Që tash, adin është arritje e madhe se për ndryshe ajo s'kish me qenë mo. Tash po e përcjellim, ka pas një operim 4 orë. Operimi ka shku... Operimi ka shku shumë mirë. Lizës kanë fillu mi u këthy lëvizja në kam, dhe po thom, kjo ka qenë një rast që është dashtë mu marë bajgis gjatë, se po thom mjekësia veterina është njëjtë, si trajtimi që Liza tash mundet me i lëviz kam të mrama, për diri sa ka qenë këtu është ngre zhag rrugëve. Adin, une me qëllim edhe zdeshta me nda video të ronda, mos me boj misionin shumë të vështirë me u pa.
po storia e Lizës na ka tregu që kur njerëz buon bashk, rreth një qëllimi, me sinqeritet, gjithçka është e mundur. A i ndjeu Liza këtë edhe në sytë e saj, momentin kur u bë zgjidhja për operim? A kuptove diçka falenderuse, mirënjohje? Është shumë interesante, jo vetëm me Lizën, po me shumë raste, me shumë qenë që kemi shëru rrugëve, pa marrë parasysh ma sa kohë i takon, e shet që të gëzohen. A vdin të gëzohen, e të vinë, të këcejnë, luajnë me ty, është mënyrën që këta të falenderojnë duhesh me një, duhesh me pa. Edhe Lizën herën e fundit, kur e kemi përcjell, që është nisë për Zvicër, po më doket si një fëmijë që ka përcy anën tjetër, edhe është një e shpëtume. Do t'jetë fati i saj, do të vazhdoj në Zvicër, ka shpet dikush interesim që ta mbaj? Tash e kemi gjithë një gru, një Gjermane është ajo, tash e pri Zvicrës ka kalu në Gjermani, edhe ajo ku mu marrë me kujdesin e saj post-operativ, Liza po shkon në fizioterapi, eksi tash, apo kuptoni, tash po menoj, dikush ka fat, si njerë, si shtas, dikush ka ma shumë fat, dikush ka ma pak, po që Lizës, po thëmë, dëshira e madhe e njerëzve dhe angazhimi i plot njerëzve, jo vetëm i imi, se kish me qene pa mundën unë e vetë këtë punë me bo, se edhe janë të kushtushme, po për krajën që i kemi pasë rjetin e njerëzve që i dojnë shtas, na kanë kërku që me ja dhonë mundësin Lizës me jetu. Edhe sot Liza, po shpresojmë që kam e mujtë me vrapu me 4 komë, pa kur farë djetë. Ju, sinqeresht ju përgëzaj për gjithë këtë mobilizem, sepse është shumë e rëndësishme. Kjo të regon që një mendë, si që theti, kur jemi bashkë, jemi më të fortë edhe pavarësisht ku jeton, dashnia për ta dhe kujdesi për ta na takon në një pikë diku. A din qysh, na kretë që jemi marrë me këto kjo gruja që e manë foster, ajo është Gjermane, një tjetër është Zvicrane, një gru tjetër është ajo është në Gjermani, ajo është Boshnjake. Na kretë jemi për kulturave të ndryshme, njerëz me background totalisht ndryshëm. Po që kjo dashnia dhe seriozisht kur është një krijes që s'ka mundësi kur gjo me bo, edhe diqysh ta jep atë farë shpirtin e vetë, ta lëshon durët e tua, ti diqysh e merë ato si me shumë përgjithësi. Edhe po thamë nashta pse e kemi pas qëllimin krejt njajtë, s'ka pas dallime mes neve, ka qenë veç qëllimi me shpëtu Lizën, edhe po mdo këtë që përja dali. Vjen shumë mirë që na edhe këtë lajmë të mirë, uroj që Liza shpejt ta marrë vetën edhe si shta edhe ti të mundet Lizën e kemi bo me vrapu me 4 kombët e saja. Lydrat, faleminderit shumë që mirë dhe sot. Ke shumë knatësi edhe me mbyll me diçka pozitive që një farë forme përshkruan mas miri gjithë misionin tënd personal, por edhe gjithë njerëzve të tjerë, dashamirësve të shtazve. Ke diçka për fund, një gjë që e përsërit vazhdimisht me njerëzit që nuk e kanë po këtë lidhje me ta? A dini qysh, vetëm letë kujdesen për shtaz të cilë t'i kanë ofër, me aqë sa mundën, nëse friksohen edhe ato e kuptoj, po dam mos të bojnë, letë ju apin mundësi edhe aty në t'jetojnë t'lirë, qysh t'jetojmë edhe na. Falenderit shumë edhe një herë. Falenderit shumë. Do të vazhdojmë me qëndru në po të njëjtën temë, sepse edhe regjisori i njohur